të respektuar vëllezër e nderuara familje. Shfrytëzojmë rastin që përzemërsisht të shprehim dëshimet tona dhe të mundohemi gjithë së bashku të shprehim edhe gatishmëri që një pjesë të barës nga mërzia që e keni dhe na të e marrim. Me të vetmin qëllim që këto momente të vështira, si vëllezër, si besimtar, para çdo gjëje, pastaj si hoxhallar, e si xhamat, e si haxhilej, të shprehim gatishmërinë që të dëshmojmë praktikisht se na jemi vëllezër. Që na jemi vëllezër që ndërtojmë këtë shoqëri, këtë vëllezëri, ashtu siç është ndërtuar kjo xhami tur pas turi, secila tur e mbatitur. Dhe ato tura të vogla e kanë ndërtuar këtë xhami të madh. Dhe këto gjeste të vogla tona vëllezërore e ndërtojnë një shoqëri islame të mirëfillt, që e gjithë bota e ka lakimin islamit dhe muslimanëve që në këto momente të vështira të rronda i gjenden afër njëri tjetrit. Kullu nefsin dha'iqatul maut. Dhe nga ky parim nuk i ka asnjë mali, asnjë besimtar. Do të bëj një pyetje që gjithë ju me komi u po krenash tash. Edhe familjes ko me avu me dije se atë sa du të më mërzice nga besi jo në dalët një babë, një mek, një gjemat, një besimtar, po aqë më shumë neve na jetë krenari dhe na jetë në kushtem. Rametnia ka qenë besimtar, Rametnia ka dashur Allahun, ai ka dashur Allahun për nëzër. E ka dashur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Është munduar që ai këtë dashuri të manifeston në praktikë. Wallahi mos e bëj. Wallahi mos e bëj. Lutuni për të Allahu të forcojë të ndihmon se Allahu azza wa jalla jep myshë dhe thot Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min al-dhulumati ila an-nur. Allahu është mik i afërt, mik i afërt, i atyre që kanë besuar. Nëse për një platone na dëshmojmë se ka besuar, dëshmojmë se e ka dashur Allahu azza wa jalla, dëshmojmë se e ka dashur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, me zemër, me fjalë, me gjymtyr, me trup, dini fort mirë se ky besimtar, ky merhum, e ka merituar dashurinë për krajën ndihmën e Allahut azza wa jalla, i cili Allah thot, këto që Allahu e ka dashur, Allahu i don ata, e Allahu kënd e don, e përzjedh për mik të vetin, e ku ta përzjedh për mik të vetin, Allahu te bareke ve teala thot, yukhrijuhum min al-dhulumati ila an-nur. Allahu i nxjerr këto besimtar nga errësira në dritë. Vori ju vot aty në dritë. Neve nga dhimë se të besimtare që të përcjelme a imanis në i dhimë se një ati. Andaj, vëzët të dashër, çdo shpirt ka me shiu vdekje. Por nuk për atë që e shiu vdekje për iman. Vdekje në shioj dhe në atë që s'ka një iman. Ama nuk për ata që vdekje e shioj për iman. Gjusim Allah të bareke ve teala që vllaun tonë Allahu të mëshiroj me mëshirën e tij të gjatë të madhe, dhe e ka bërë me mëshirën e tij të gjatë të madhe, e Zotin e madh e lutim që të jemi vëllezërve dhe familjarëve dhe gjithë besimtarëve në dhimbjen që ka Allahu te sabër dhe gajret e kullu ma tasma'un walhamdulillahi rabbil alamin.